Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka al Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësit të këmët Allah subhanahu wa ta'ala dhe ati po gjëron që të lavdrej dhe të begoj të gumeti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjata. Prej veçorive të njerëzve të menqër, është një veçori që shumë është thelpsore për me kuptu komplet rrugtimin tonë drejt Allah subhanahu wa ta'ala. Njerëz të menqër kanë disa veçori. Po ndoshta disa herë ti koncentrohesh mi kuptu 7-8 veçori ose karakteristikat një të mençur, po krejt ato mundën me pasën prej ardhën prej një rregulli. Një prej rregullave edhe prej karakteristika më themelore për me poni njëri ai meqëm e këshyr a di me i mat mirë vlerat e gjanave. Apo? Domethënë, a di me matën sa ka vlerë 1 kilogram ari edhe sa ka vlerë 1 kilogram fruta. Apo, këtu janë 1 kilogram, këtu janë 1 kilogram, po këtë e di se sa kushton kjo në treg, edhe sa kushton kjo. Matja e seneve, në realitetin e vetë, të tregu si mençurisë. Për shembull, ti ke një ide, edhe di se që ka ide ty për fjalapia, për shembull, t'jep shumë perspektivë me lenë Allah subhanahu wa taala në tarmën. Nëse ti di me mat mirë, se sa vlerë ka që ide, kjo tregon që je i mençur. Ose e keni përcaktim, për shembull, e ki bë ti fjalapia, për shembull, e ki përcaktu, unë e baj rregull në jetë mos sabajt nuk flej. E shfrytëzoj koma sabah. Që ky përcaktim, mja ditë vlerën o tregues i mençurisë. Ose për shembull, përcaktimi i shokëve, për shembull, çeta shok mu mndon jetë, edhe dimi vlerësu shokët, që kjo që po dimi ia dhon vlerën e duhur, vlerën meritore që e kanë, tregon që je i mençur. Mirë po. Një prej gjanave që shumë njerëz e hupin që aty kushtimisht thon atë lidhjen ose atë përcaktimin e saktë në raport me vlerësimin e gjanave, është vlerësimi i lidhjeve. Vlerësimi i lidhjeve. Për shembull, që tash na keni ardhur këtu. Edhe ka gjast rastësisht je njoftu me njërin që të nudhe. Edhe i keni ndru numrat. Edhe u kriju një kontakt. Sa ka vlerë ky kontakt? A ka vlerë më shumë se sa fjalabia për shembull kontakti i një vllajt me të cilin i fal namazin me xhamat në atë lagjën tonë në Kosovë për ditë? Domethënë, kjo kontakt ajo kontakt, kjo është një lidhje, ajo është një lidhje. Mirë po, kur ditë më thonë, kjo është një lidhje shumë e rastësishme nëse mu i mjarrua edhe emrin. Nuk e hap ndonjë peshë ashtë madhe. Ndërka që ati cilin në rregullisht e shon xhamia e ka një vlerë tjetër. Domethënë, matja e vlerave të lidhjeve tua në jetë është tregues sa je i mençur. Për shembull, po i marr disa që më mund të kuptu. Ka disa lidhje që ndodhin në jetë, janë lidhje të interesit. Përfundon interesi, përfundon lidhja. Për shembull, mas 2 javë keni një test, për shembull matematik, edhe e krijon e gjen internet një mësimdhënës ose një shok i cili edhe ai ka humor me çat farlandë një 2 javë, e ki interes me ta me përsërit një 2 javë. Që tu përfundon. Edhe mundesh edhe me fshin numrin mas 2 javë, për shembull. Apo kjo është lidhje interesit. Ose kena lidhje për shembull në rrethon. Shembull fqinjësia. Fqinjësia është rrethon. Unë sot banoj çka të lagje, edhe më pas një 3 fqinj pi qytetin e shaj jetojnë këtu. Mas 5 vjet jetoj dikun tjetër. Çe bie domthon, çka të lidhje me çta njerëz kom në një rrethon caktuar. Ka ndonjë rast për shembull e kena një lidhje shkak si rrjedhimi një shkaku. Për shembull un punoj në filan venin, edhe ai punon në filan venin, s'kena vlerat përbashkët, mirë po e kena krijuar një lidhje, një raport, një komunikim, shkaku i domthon si rrjedhimi një shkaku që në këtë rast domthon veni përbashkët i punës. Secilës ti dush më dhon vlerën. Për shembull ti kolegun e punës nuk e ke si vllajin. Ose atë fshiu nuk e ke sikurse prindërit. Secili ka vlerën e vet. Shtrohet pyetja. Cilat lidhje janë më të fuqishmet? Lidhjet me rrethon, lidhjet me interes, lidhjet me shkak, apo ka një arsye tjetër? Lidhjet më të mëdha në jetë janë lidhjet që ndodhin me dashni. Lidhjet më të mëdha në jetë janë lidhjet që ndodhin me dashni. Domthon, kur e do dikë, edhe lidhesh, automatikisht më tash kimë trajtu ndryshe këtë lidhje. Automatikisht është e pashmangshme që ti raportin tanë me këtë lidhje kime pas raport tjetër. Ta shtrohet pyetja, lidhja jonë me Allahun, a është lidhje interesi, a është lidhje rrethone, a është lidhje shkaku, apo është lidhje dashnie? Si tjetë lidhje dashnie, na tash e tutje me lenë Allah subhanahu wa taala, do të më koncentru ndryshe me pa këtë temë. Më thonë, ashtu ashtu e kena serien edhe vargun e ligjatave se si ta shtojmë edhe si ta ushqejmë dashnin për Allahun. A më veç du të me kuptu, që kjo lidhje me Allahun, çfarë është? Si tjetë me dashni, atëherë është e madhe. Me po kur e kuptomi për kanë është, atëherë është edhe më e madhe. Që i bie, pse na du të më konë shumë koncentru në këtë varg ligjatash? Se lidhja është me dashni.
Pse duhet më koncentru shumë këtë vakt ligjëratash? Se lidhja bëhet fjalë për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj na këtu duhet me përcaktuar që këtë pjesë që tutje inshallah me mujt me përfitu. Ndaj në ligjëratën e kalume falem për një 7 koncepte, falem për një 7 pika, për një 7 ide që duhet mi pas parasysh para se me hin temën se si ta ushqejmë dashnin për Allahun. Mirë po. Allah nuk muj me hi sonte, domethënë në vargun e ligjërata. Pse? Na duhet me bëni reflektim. Duhet me nol sonte me menu. Mas takimi ligjëratën secili e ka për obligim inshallah të paktën 1 minutë 2 me menu, me reflektu, pastaj me hin temë inshallah nga domethënë ligjërata e radhës. Çka është reflektimi që jeni ato e kërku? E keni vëri për shembull, ti e keni smuj. Edhe diagnostifikohet sëmundja, mirë po elhamdulillah smuja ka ilaç. Mirë po mjeku thot nuk mundesh pisonte me fillo ilaçin. Po 3 ditë duhet fjala bie ta cakton një formë të regjimit ose të dietës, apo? Thot mas 3 ditëve thot mundesh me një terapi. Mas 3 ditëve mundesh me një terapi. Na sonte kena me bëni përpjekje, mu bë gati për terapien. Mu bë gati për terapien. Mirë po sonte kena një reflektim. Duhet mu nal me menuve me vetën në bazë të çiti reflektimi. Që ky reflektimi sonte i ka 4 boshte. I ka 4 boshte. I shënoni çtu boshtet inshallah. Edhe pastaj koncentrohen në 1 minutë pasi të përfundoj ligjërata. Unë i baj pyetjet në fund ligjëratës, edhe kena me reflektu para se me fillu inshallah vargun e ligjëratës. Boshti i parë, që është domethënë shumë themelor për me mujt mu bogati, që tani shkaqet kur ti mormi me pas shqaqjen ma cilësore, boshti i parë thot, dashuria nuk është pretendim. Dashuria nuk është pretendim. E thonë, nëse na shprehim dashni, na thurmi fjalë dashnie, na shpërfaqim dashnin, me po e kena veç llaf, nuk e kena realitet, atëherë doon kjo nuk ka më dashni. Kjo është grumbull fjalësh. Kjo është qëndisje fjalësh. Kur o dashnia dashni? Kur përbën realitet, jo kur bën pretendim. Ndaj Allah subhanahu wa taala e ka bën me një shembull kuranor me na i thjeshtu që dashnia s'mundet me të llafgoje. Për shembull, shumë kush mundet me thonë unë ty du si vëlla, po ndoshta kur të vish në sprova se ka vërtetu. Ose dikush thot unë kam shumë respekt për ty, me po ndërthona caktuar s'ka mujt me vërtetu. Ti a bazosh te llafet e tia te vërtetimi, te testi, te sprova? Ku bazosh? Ku bazosh? E natyrshme që bazosh te sprova dhe te testi, jo te fjalët. Se me fjalë këtë mund me thonë unë ty du. Tamam. Na me fjalë i thomi Allahut që ne e dojmë Allahun. Na me fjalë me deklarate pohomi që e dojmë Allahun subhana. Apo? Tamam. A e kalon Allahun për neve që këtë punë na pa u sprovu për me vërtetu? Allah subhanahu wa taala na i bën një sprovë në Kur'an. Thot kështu, thot: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj, nëse ju e doni Allahun, apo? Tash është deklarata. Atëherë më pasoni mua që unë domethënë që Allah më ju dash. Thuaj Muhammed, thuaj pasuesve tu, nëse ju e doni Allahun, atëherë pasoni mua që unë domethënë që Allah t'ju doje. Keni vëmendjen çto? Na e dojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. A e dojmë si Muhammed? As i dërguari Allahut. E dojmë si dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Që i bie, sikur i thot Allahu rob vet. Nëse ju e doni Allahun, veç pse Allah e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ju e doni edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe rrjedhimisht keni me pasu. Edhe rrjedhimisht keni me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thotë dikush pi selefit, sikur që ka përmendë Ibn Qayyim. Qala ba'du salaf, ka thotë dikush pi selefit. Idda'a qaumun mahabbata Allah, fa anzala Allahu ayat al-mihna. Disa njerëz kanë pretenduar që e dojnë Allahun dhe Allahu e ka zbrit ajetin e sprovës. Çka ajet është i sprovës? Do me matë e do Allahun, këshira e do domethënë të dërguarin Allahu subhanahu wa taala. Tash, pse na e çumi që këtë domethënë sprovë? Se kjo është shumë konkrete. Se ti mundesh pafundësisht tani jetë me thonë e du Allahun. Mirë po është një formë konkrete me mujt me testu. Ndaj, dashuria për të dërguarin Allahut është dashuri për dërguesin e tij, që është Allahu subhanahu wa taala. Po e kthej në një shembull, ndoshta që mumi me e pasën, ndoshta edhe më thjesht, në çket logjik. Për shembull, a ka gjallë që tu në mesin ton, njëri me e pas një shok, një vëlla, absolutisht domethënë hiç nuk përshtatet me ta. Në aspektin e karakterit, në aspektin e preardhjes kulturore, në aspektin e mendësisë, shumë shka nuk përshtatet. Mirë po, është i devotshëm ky vëllai. I bindet Allahut edhe nuk i ban Allahut mëkate. E adhuron Allahun dhe nështrohet atij. E do Allahun dhe adhuron me sinqeritet. Vrejet fetaria e tij. Kështu preardhja e tij nuk pëlqen. Shumë shka e tij nuk pëlqen. E thu, kano të adhuru se kom qare pa e dasht.
Kuna ti ra në sejdë Zotit tem. Unë e du Zotin tem, po, mas i bes në sejdë Zotit tem, unë domethënë e du. A mu mi na sonte që ketë për shembull, jo vetëm këtu, po nesër, mas nesër edhe ku të kthehemi inshallah, me shti vetën sprov. Pse sprov? Se rregulli që po na shtim me reflektu sonte, dashuria nuk është pretendim. Apo thuaj du Allahun, atëherë dush mi dash të vlijat e Allahut. Dush mi dash rrobat e Allahut, do të mi dash për shembull, fjala bie dikush thotë unë i kom do ta vetgjis suni duraj. Shkaku i preardhjeve tyne ose shkaku i përcaktimeve tyne kështu më radh, mirë po jam da vetgjit inshallah të mirë fill. Ti mi thon vetë se ki frikë Allahun se këta në vlijat e Allahut. Apo? Mos e do Allahun dush mi dash edhe këta që i thrasin njerëzit tek Allahu subhanahu wa taala. Pse duhet me bëj çeket? Thjesht Kurani na i ka pru këtë si shembull e ti vazhdo pastaj me teste. Testoj që tu e do Allahun, testoj që aty e do Allahun, testoj që aty e do Allahun. Ajo merr menja që son te kena një reflektim. Cili është reflektimi? Nëse na thomi që do mi Allahun, a duhet me ardhën ders i përgjumur? Nëse na thomi, a dersi për shkak çish me dash Allahin, apo? Ose nëse dikush e ngon që këtë seri ligjërat është për dikun tjetër, a duhet me ngu këtë ligjërat tu i bë do punë, apo duhet me marrë një lapsa me mojë shënime? Se tema e madhe, unë e du shumë Allahun këtu, tema ka me të bëj qysh me më mësu me shkaqet që më afro Allahu subhanahu taala. Që i bie, kimi madhnu që këtë mësim, kimi madhnu që të shpjegime, kimi madhnu edhe kimi bot moja se dashnia ta ban që këtë. Thu përderisa po folet për dashnin tem Allahun subhanahu taala, unë kom i hap vesht, kom i hap syt, kom e bë maksimumin për mi kuptu, maksimumin për mi majt men, maksimumin për me mujt me i perceptu shëndosh, sepse Allahu po e tregon me një shembull në Kur'an të pasimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se dashnia për Allahun vjet në sprov. Tash elhamdulillah që sa vjet e udhëzu me sunet. Jetë dhon testin të praktikë suneti. Ama jetë dhon te senet e tjera, sonte kena domethënë çeke test. Boshti i dytë thot kështu. Dashuria nuk është vlerë konstante, por shtohet dhe pakohet. Dashuria nuk është vlerë konstante, por shtohet edhe pakohet. Që me mujt me kuptu që këtë fjalin në thelb, duhet mi bë disa ndalje. E para, prej kushteve të fjalës la ilaha illallah, apo fjala la ilaha illallah i ka disa kushte. Me pas punip me pas me sinqeritet, apo me pas me dije. A një për kushteve të fjalës la ilaha illallah al mahabba, me e dasht. Shema, a të ban dobi fjala la ilaha illallah nëse nuk e da? Nuk të ban dobi. E para. E dyta, prej shtyllave të imanit është ibadeti. Na kur e definojmë imanin, çfarë thomi për imanin? Thomi besim, fjalë edhe vepër. Apo? Të trijat, si me zemër mumi me bë ibadet, si me gjuhë mumi me bë ibadet, si me gjymtyr mumi me bë, domethënë ibadet. A mojtet men? E para, për kushteve të fjalës la ilaha illallah është dashnia. Prej pjesës esenciale të imanit është ibadeti. E treta, imani të definicioni e Ahlus Sunnetit është besim, fjalë edhe vepër, e ka edhe në tretën. E ka edhe një fjali që është ndalja e tretë. Imani shtohet edhe pakohet. Mirë po, kur shtohet edhe pakohet, çka e thonë zakonisht dietarët? Shtohet me bindje ndaj Allahut, shtohet me ibadet ndaj Allahut. A ibadeti bëhet me dashni? Ibadeti bëhet, domethënë me dashni. Tamam, na kur e pranojmë si Ahlus Sunne, që imani shtohet edhe pakohet, a i bie që do të me pranu që edhe dashnia shtohet edhe pakohet? Tash nalë veç pak. Kur e kemi menu mas pramti, me reflektu, kur e kemi menu mas pramti, do më thonën, a mu ka shtu mu dashnia për Allahun subhanahu wa taala? Apo mu ka dopsu? Për mu kanë edhe, do më thonë, ma i drejt për drejt. Për shembull, për mu kanë ma i drejt për drejt. A je interesuar për me shtu një dashni? Edhe dyta, atë kujtohet ditët e para kur ju udhëzu që ki pas dashni për Allahun, që i bie domthon ti pas e provu këtë varseni, pe dishe që shtohet edhe pakohet. Veç, a di shka katastrofa në kohë që piç atëherë veç ka shku tura dashnia. Ose shumica e narrativës u konë në rënje, rall u konën ngritje e dashnisë. Çka i bë kjo? Kjo i bë nëse dashnia për Allahun nuk është pretendim. Dhe e dyta, dashnia nuk është konstante, po shtohet edhe pakohet, atëherë na sonte duhet me reflektu. A kena punime me shtu dashnin për Allahun? Si da kena përnimet që këtë ligjërata duhet me morën si ligjërat do si da, apo duhet me morën me shumë seriozitet që këtu mundet mu bën ndryshimi madh në raportet e tona me Allahun, se kjo lidhje ndërtu me dashni, kjo së lidhje interesi, kjo së lidhje qasti, së lidhje domethënë që krahasohet me një lidhje tjetër, po është lidhje me një dashni unike për Allahun subhanahu wa taala. Boshti i tretë thot kështu. Që këtë kisha pas dëshirë shumë në çket moshë qeni, edhe lutë Allah më ju bë juve domethënë ardhmëria më e këndshme, më e bukur e Islamit në shekullin që vjen.
që këtë morë që jeni shumë është me kuptu që ta me nësi. Thot boshti kështu, jetë gjatësia dhe fundi i mirë janë rezultati i dashnisë. Jetë gjatësia edhe fundi i mirë janë rezultat i dashnisë. Për shembull, nëse ti e sheh që dy veta janë në një lidhje, domthonë të mirë, edhe e çojnë mirë, janë shok ose janë çift martesor, edhe e çojnë 10 vjet, 15 vjet shumë e çojnë mirë. A on kjo tregon që ata e kanë një dashni stabile. Po nëse ndërtohet një lidhje dhe mas 6 muaj prishet, mas 6 muaj përfundon me ndarje, kjo nuk kupton që aty s'ka pas dashni. Jetë gjatësia dhe fundi i mirë janë rezultat i dashnisë. A kena domethënë na argument këtu? Para se me përmend argumentin. Njerëz të mençur kur ndërtojnë lidhje, ndërtojnë mbi bazën e vlefshmërisë. A ja vlen me pas lidhje as ja vlen me pas lidhje? Dhe rrëdhimisht nëse një lidhje është e vlefshme, atëherë synohet jetë gjatë dhe të ketë përfundim të mirë. Për shembull, nëse na fjala bie krijojmë një lidhje ortakërie në biznes. Ne fillimisht besojmë që ja vlen, fillimisht besojmë që kena me pas fitim, fillimisht besojmë që e lyp tregut që këtë që kena me bë bashkë edhe kena me pas sukses, kena me bë pasuni e kështu me radhë. Mundet me thonë dikush, une e synoj që këtë ortakëri, që këtë lidhje ortakërie, ama shpresoj mas një vjetë me mu këput. Nuk ka logjik kjo, ti nuk synon mu këput mas një vjetë. Ose, une kom qef me në këtë ortakëri, a u mas mënom të këta ortak kanë mu vra me zveti. A ka logjik kjo? Domethënë, jetë gjatësia një lidhje, edhe funi i mirë, janë rezultati i dashnisë. Thotë Allah subhanahu. Ja ju alladhina amanu men yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. O ju që keni besu. Me bo do njoni për ju mja kthy fejes Allahut shpinën. Me bo dikush me dal për kësaj feje. Dini se Allahu ka mi pru do njerëz që i do Allahu dhe ata dojnë Allahun. Që Allahu i do ata dhe Allahu, domethënë Allahu i do dhe ata kanë me dashur Allahun. Te çka ajeti kena dy domethënie që janë shumë themelore. Domethënia e parë. Fillimisht Allahu përmend dashninë e tij për robin, pastaj dashnia e robit për Allahun. Nuk po thot e dojnë Allahun dhe Allah i do. Po thot Allah i do dhe Allah, këta e dojnë Allahun. Disa për dietarëve të tefsirit e kanë përmend që kjo lënë më në kuptuar që ti para se me dashur Allahun, Allahu ty të ka dashur. Para se me dashur Allahun, Allahu ty të ka dashur, kështu që na sonte të më reflektu, ku jena na me dashni, që me po kuptuar sa na do Allahu te barekutaala. Kan thonë, kjo është e ngjashme sikur se kur thot Allahu subhana, radiyallahu anhum wa radu an. Allahu koni kënaqsh me ta dhe ata u banën të kënaqsh me Allahun. Ose thumma taba alehim liyatubu. Allahu u pranoi pendimet, i frymzoi për pendime, prandaj ata u penduan. Domthon, një herë ka begatu Allahu, pastaj ti ki mujt me bë vepra të mira. Disa dietar kanë thonë megjithatë, këtu ka dhe kusht, sikurse ta jeti i dashnisë edhe i pasimit, pasimi o kushti, mas e një dashnia e Allahu subhanahu wa ta'ala. Domethënia e dytë, sikur ky ajet na thot që devijimi, koncentronu, devijimi është rrjedhim i mungesës së dashnisë. Me pas dashur Allahin s'kishe deviju. Devijimi është rrjedhim i mungesës së dashnisë. Ku e nxjerrmi? Vjen re ajetin që po thot fillim. Domethënë, Allahu subhanahu wa ta'ala po na ka thënë herën fillim të ajetit, o që keni besu, me yartadda minkum an dini. Nëse dikush për juve largohet për kësaj feje. Nëse dikush për juve ja kthen shpinën kësaj feje. Masanen Allah na ka thënë rezultatin që realisht po në mrena rezultati po na ka thënë arsyeën. Thot fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dini se ju si të largonu. Allah ka mi pru të tjerë në vend juve. I do Allahu dhe ata e dojnë Allahun. Sigur na thot që ju jeni larguesi se keni dashur Allahun. Se s'munësh me dashur të mu largu. S'munësh me dashur të mu largu. Prandaj, a ka ndodhur edhe her pas here me pas ti momente diferencimi edhe distancimi edhe ftohje, dije se ato janë konë se tu ka dobësu dashnia për Allahun subhanallahu. Ose thot dikush fjala bie për shembull disa muj jam konë gati tu ra, gati tu deviju. Nisa mu dobësu te namazet, nisa këtu, nisa turon do të gjunohe. Jam konë gati me shku në një udhë tjetër. Je konë gati se dashnia konë e dopt. Edhe nëse ndodh në herë një jetë që largosh prej Allahut, dije se s'e ki dashur. Edhe dije se s'e ki dashur sa ai s'ka dashur. E kjo, do të më na bë me reflektu për mu bë marak? Do të më na bë me reflektu. Ndaj, reflektimi është, ana frikson neve jetë gjatësia i istiqamës tonë. Për shembull, e kapti një ibadet, sun pemas një muj. Banu marak se nashta ka të bëjë me dashni kjo punë. Ose e kap një virt, sun pemas një javë. Ose i ki kap do bot kuptime dhe i ullëzu me do bot kuptime, mas 6 mujve, ki rotlu, ki shku ke do tjera.
ose 20 vjet ki rrit gjyks për do të meselet të fejes edhe të bazave të fejes, pas 20 vjetëve sikur do me ek dorë për tyne. Banu marak. Se istikami është shenjë e dashnisë. Mirë, po jo vetëm kaq. Istikameja që o me dashni ka funin e mirë. E Allahu subhanahu wa taala funin e mirë me la ilaha illallah, funin e mirë me ato engjëj që vinë dhe të përgëzojnë, fundin e mirë që kime pa xhenetin në shkaku i këtij funi është domethënë dashnia që ki pas për Allahun subhanahu wa taala. Boshti i 4 thotë kështu. Që ky bosht, inshallah e mumje më bë muhabet mas dersit. Kisha pas dëshirë mu koncentru mirë. Boshti i 4 thotë, dashuria nuk rre e fshehur. Dashuria nuk rre e fshehur. Çka i bie kjo? Për shembull, ti e do dikan shumë. Mirë, po fjala bie, ku diun, keni arsye nuk do me shfaq. Nuk do me kallëzu. Edhe pezomi për shembull çtu me vllaznit, për shembull me shoqëninë çtu, një vëlla ta zonë ki pa çysh bani ibadet Allah subhanahu wa taala, ose se si është i përkushtuar, edhe e ki një far respekti për ta, një far dashnie për hir të Allahut tek kështu me radhë. Edhe në një çast, për shembull, ti e kupton se çaj vllavi u kon këtu, po ti se ki marrë vesh që u kon. Edhe ai rre, ta vllaznit rrin me ta, bojnë mohabet edhe hec, shkon. Edhe mos si shkon ti shfaqesh, vjen që këtë hapësirë edhe dikush thotë ka ai filani. Po pse s'm kallzut? Apo? Ose ta kisha ditë. Ose mjet kamarak që s'pas ka qillu, s'pas na qillu këtu. Ti e ki mojt më shef që e do. Ki mojt më shef që e respekton. Amo kjo s'munët me nejtë më sheft. Më thonë, që kjo që ti po të met marak. Ose, po e konsideron si humbje që ta hik shanca me e taku. Kjo të regon që u shfaq që ti e pas që një farë dashnia, një farë respekti për qatë vëlla musliman. Ose e kundërta. E ki një vëlla e mas si fsheft ftohtësin për ta. Kur qysh do më thonë nuk ndreqe disponimi me atë njeri. Edhe ka ko që nuk e ki pa dhe vjen pastaj ti në mezhlis edhe thot e ke filoni. Thu haj inshallah, alhamdulillah, si ka lut. Në mënyra se si ti shfaq, s'munësh me majtë në sheft. Ki me shfaq që ti i ftoft në raport me të dhe për tjetërin e shfaq që domthon ki një respekt edhe domthon një dashni. Reflektimi që na duhet me basonte. Përditshmëria jon në raport me ibadetin, në raport me imanin, në raport kur folet për Allah, në raport me Kur'anin, në raport me dhikrin, është që o të na dal ashiqare që shumë e dojmë Allahun, o të na dal ashiqare një gjendje tjetër. Sunë mam sheft i këtë mu. Sunë mam sheft. E do Allahun shumë ti sunë mam sheft, ki me qitë këtë. Më thonë, bëhet fjallë për një seri, bëhet fjallë për një interpretim, bëhet fjallë për disa shpjegime, bëhet fjallë për disa shpërblime, bëhet fjallë për shembull për disa mundësi me hin detin e sevapeve për Allahun subhanahu wa taala. Më ti s'munësh, pse s'm keni kallëzu? Se dashnia ta çet, domethënë, ashiqare. Ndaj, po du mi morën disa shembuj të shpërfaqshve, domethënë disa shembuj se si mundet mu të shpërfaq e që s'u ne mam shef që e do Allahun shumë. E para është nxitimi. Kur e do ti shumë dikan, nxiton drejt tij. Kur e do shumë dikan, nxiton drejt tij. Për shembull, fjala bie kar, fjala që nejna shumë lart tash edhe donjani pi juve ja bën befasi baba dhe vën, ndohon këtë vën. Edhe dikush thotë kar babi, apo? Edhe ty me nxitim vjen me përshëndet, me qaf, me shpërfaq dashnitë tua. Nxitimi treguesi i dashnisë. Thot Allah subhanahu ku tregon për Musa alayhis salam që ka thonë wa ajiltu ilayka rabbi litarda, u guta nxitova tek ti o Zoti jam që ti jesh i kënaqur me mua. Se s'munësh me shku ka dal kur e do shumë. E tash, nëse dikush thotë, pse be ki mor fejen me kaq nxitim? Apo? Thoj unë shumë be du Allahun, çka që ti është kjo punë. E du Allahun, prandaj nxitoj. Nxitimi. E dyta është sakrifica. Zakonisht kur e do dikan shumë, ki gatishmëri për sakrificë. Kur se do dikan, për shembull dikush thotë, a kishe pas mundësi dikush ka me, ku diun, e ka një punë me kry, duhet me ecë një 6 kilometra në kom. Thu për kam, për filanin jo. A më dikush e ki shumë për zemrë, për tyja, për në 3 natës hecë me hisë sovajle unë ta kry punë. Që gëtë që ti ki sakrificë, pse ki sakrificë? Se e do, thotë Allah subhanahu. O minan nasi me yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Ka njerëz që janë gjendje edhe me dhon shpirtin për Allahun. Pse? Vesh me fitu kënaqësinë e Allahut. Te të dyja jetët po merret kënaqësia. Te të dyja jetët po përmendet kënaqësia. Pse? Se zakonisht, për rregull i thot, kanë do shumë, e ki synim ai mu kon i kënaqsh me ty. Kanë do shumë, e ki synim, mu kon i kënaqsh me ty. Për shembull, nëse fjala bie si vjet, menzik i dal mirë me nota, ki dal mirë po ki dal si me zor. Edhe njëri prind thot,
Për shembull, thot nona, elhamdulillah dole, po babi s'ukon ikna si vjet me ty. Ty të prishet nëse e do shumë. Të prishet zemra nëse e do shumë. A nëse se do shumë, s'është problem. Veç e ka përcen këtë formë objekti. Keni vëmendjen që tu po du me bën një ndomethënie, pastaj po dalë te shpërfaqësi i tretë, që është esenca e kësaj ligjërate. Të dyja jetët po përmendet forma që ti tu dosh me shpërfaq dashni, s'ne mam sheft, synim e ki kënaqësinë e Allahut. Keni vëmendjen. Me që ti e ki synim Allahun, se e do shumë, Allahun ditën e gjykimit shpërblimin më të madh ka bërë kënaqësinë e tij për ty. Se e di që ty të kënaq më shumë ti që kjo. A mundet me të kënaqësh diçka më shumë se xheneti? A ka diçka më e madhe se xheneti? A ka diçka më e madhe se xheneti? Gjonë që këtë hadith. E shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi prej Abu Said al-Khudriut që Allahu i thot banorëve të xhenetit: Inna Allaha yaqulu li ahli al-janna. Allahu i thot banorëve të xhenetit: Ya ahli al-janna. O banorë të xhenetit. Allahu na bof pi banorëve të xhenetit. Yaquluna labbayka rabbana wa sa'dayk. O Zoti jon, po, urdhno Zoti jon. Thot Allah azza wa jall: Hal raditum? A jeni të kënaqët? Keni në xhenet, kopshte, lumej, detna, tana të mirat, apo? A jeni të kënaqët? Thot: Wa ma lana la narda wa qad a'taytana wa ma lam tu'ti ahadan min khalqik. O Zot, çysh mos më kon të kënaqët? Shana ki dhon neve kur kujt pi krijesave tua si ki dhon. O Zot, çysh mos më kon atë kënaqët? Tash, në xhenet syni, shkakon në xhenet syni se ka po. Veshti se kanë, menjas mundet me menu. Që ta kanë hiq aty, apo? Kjo po ndodh mas i kanë hiq në xhenet. A ka diçka më shumë se sa që kjo? I thot Allah azza wa jall, thot ana utikum afdal min dhalik, kom ju dhon diçka më shumë se kjo. Më shumë se sa lumej, më shumë se sa keq keni ti po pallatet, keq mirat e xhenetit, kom ju dhon diçka më shumë se kjo. I thonë xhenetit: Ya Rab, wa ayu shay'in afdal min dhalik? Çka mundet më kon për te kësaj? Thot: uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada. Thot: sot unë pja baj juve halal kënaqësinë time, pja jap kënaqësinë time dhe kur më juve sillnona. Kur më juve sillnona. A di çfarë kjo? Ti që ki pas synim kënaqësinë e Allahut, se e ki dashur shumë Allahun. Më shumë se xheneti për ty në xhenet është me humkon Allah i kënaq me ty. Më shumë se xheneti është më kon Allah i kënaq me ty. Se çfarë ki pas synim? Se e ki dashur shumë. Edhe të më thonë, kur e kupton më që kur Allah sillnot me ty, edhe Allah është i kënaq. Që kjo është, domethënë, seni më i madh që mundet me ndonë domethënë ditën e gjykimit. E treta, që na i qet neve domethënë, a e dojmë Allahun me na qit në shesh, në nxitimi, sakrifica. E treta, njeri kur e do dikan shumë, keni vëmendjen? Kur e do dikan shumë, xhelozon. S'ka shans. Me do është dikan shumë e mos me xhelozu. S'ka shans, kjo nuk ekziston. Xhelozia treguesi dashnis. Nëse fjala bie do dikan ti shumë edhe e ndjen që fjala bie zemra ti anë ka dikush tjetër, jo ka ti. Xhelozon. I jep ai dikujt tjetër përparësi, jo ty, xhelozon. Ose të ka shpërfill, ose të ka largu, apo ta ka kthy shpinën, xhelozon. Keni vëmendje, xhelozia është prej shenjave kryesore që ti e do dikan fort. Jo dashni të rëndomt. Mirë po, sa më e madhe që ti dashnia, qaq më e lartë të xhelozia dhe qaq më e lartë që xhelozia shfaqet në fytyrë. Vrehet një skuqje, vrehet një pezmatim, vrehet një para ati, nuk jeti qaj. Çështu janë kon sahabët për Allahun azza wa jall. Çështu janë kon sahabët për Allahun te barekuta. E shënon Imam Buhariu në Adab al-Mufrad, Sheh Albani thotë që hadithi është sahih, prej Abu Salama ibn Abdurrahman që ka thonë: Lam yakun ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin wala mutamawitin. Thotë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk janë kon njerëz tron, po as nuk janë kon njerëz shumë përgjumur. Kuptimin që nuk janë kon që kanë marrë si fallës një lloj serioziteti, po as nuk janë kon sikur si intereson kur gjë. Thotë: Wa kanu yatanashaduna ash-shi'ra fi majalisihim. Thot, jo vetëm kaq, thot, në mezhliset e tyre edhe kallëzeshin poezi, janë kon njerëz të harashëm. Thot, u yadhkuruna amra jahiliyatihim, thot edhe bajshin muhabet do senet jahiliyetit. Çka kanë bë doni periudhë që u kanë më harashme ose diçka që kanë shumë me ka përcyn ndonjë barcolet. Fa idha urida ahadu minhum ala shay'in min amri Allah darat hamaliqu 'aynayhi ka'annahu majnun. Thot vetë se me bo mu pas prek, në qatu ma bete. Dishka prej çështjes Allahut, thot, ka pa këtë syve, thot, i lëvëtshin,
sikur se mu konë çmendur. Pi xhelozis. Sikur se mu konë çmendur. Pi dashnis. Sa mujt ai. U përmend diçka, për shembull, i thon, a kujton kur e kena bën diçka me shirk ose diçka me mëkate? Atë në prish. Ai s'ka mujt më thonë unë jam konën mashkull që më kanë dash shumë femna, ose s'ka mujt me thonën unë jam kon njeri me autoritet edhe këtë njerëz më kanë tutje. Jo, u përmend që janë shkel kufit e Allahut, aty ju kanë prish, syt ju kanë prish, si më kanë i çmendur. Njëri prej shokëve edhe prej kohanikëve të Imam Ahmedit kallzon në kohën e sprovës Imam Ahmedit. Imam Ahmedi shumë u mërzit kur i ka pa njerëz që janë tura. Shumë u mërzit. Ajo kanë stoik që s'ka me ra. E dini sprovën që e kanë pas me thonë një bidat, edhe me thonë një bindje të kotë. Edhe e bini Imam Ahmedin me ardh aty te ku kanë te sultani. Kur e bini Imam Ahmedin, thot ky transmetuesi që e ka shoqënu, thot e kum pa Imam Ahmedin që nisim i pa kush pi shokëve të vet janë nisën me ra. Ky kon imam i hadithit nisi me thon batilin. Ky kon imam i fikut nisi me mbështjell të vërtetën me të pavërtetën. Ky kon imam i zuhdit i ndrejkit llafët. Edhe thot ju prish qerja Imam Ahmedit, edhe ju shfaq një xhelozi thot në fytyrë, edhe u skuq, a thot Imam Ahmedi u kon shumë e ka pas fytyrën e butë. Shumë thot u kon njeri i qetë, shumë u kon njeri domethën i këndshëm. Nuk u kon fytyrë e njerit mrrolt, fytyrë e njerit domethën që domethën plas pi mllefit. Thot kur e pash ashtu thash innahu ghadiba lillah. Thot që ky tha u idhnu për Allahun. Që ky u idhnu për Allahun. Kështu që kur e sheh fjala bie për shembull në shtëpi, të ka mujt shejtani u bëni gjyna edhe shet që babajat u nervozu. Nona u nervozu. Ose tu të pa që ti u kohën ka dije se ai për Allahun e ka, nuk i ka për ty. Se mos mam ti vet hin varr, ti vet shkon në xhenem nëse do me shkon në xhenem. Ama e ka për Allahun, s'u ne paramenon ç'mi u shkel kufit Allahut. Thot innahu ghadiba lillah, që kjo i dhnu për Allahun, edhe kari ka thonë Imam Ahmedit, ebshir. Mysh dhe për ty edhe ka kallzu që këtë hadithin e Ebu Salamës. Po mysh se ti je në shembullin e sahabëve. Ti je në shembullin e sahabëve që i dhnosh për Allahun. Ty të lëvitin syt kur për Allahun. Ti domthon skuqesh kur për Allahun, s'po. Pse çka xhelozi mu skuq? Se do shumë. Se do shumë, se dashuria nuk rre e fshehur, s'munot me nejt. Domethënën e fshehur. Ndaj, na e kena një sfidë këtu, një reflektim. Na jena shumë krenar që na pasu selefit. Edhe Allah na ka begatu mu kon selefi, edhe e lusë Allah me na musu keve me vdek në udhën e selefit, edhe mu kon përhergoj plot që na selefi. A mu selefi, edhe të shembulltyra që du të me dasht Allahun edhe me xhelozu për Allahun. Mund është me pas një interpretim, mund është me pas një shpjegim, mund ndoshta mos me ditë me ta rrëzu interpretimin tanë të kot. A mu kuptoje që kur gjë s'kom me ty, çështja ka të bëjë me Allahun subhanahu wa taala. Çështja ka të bëjë me Allahun te bareke wa taala. Çka mu mina sonte me pas reflektimin ton trallës, me pas a jena në udhën e selefit. Hajde, masi të kryej ligjata e menomi që këtë a jena në udhën e selefit, sa e dojmë Allahun, sa xhelezojmë për Allahun, sa i dhnomi për Allahun, sa na ka dalë shiqare që na dojmë Allahun subhanahu wa taala. Ndaj, na i morëm 4 boshte. Boshti i parë ke dashuria nuk është pretendim. Boshti i dytë, dashuria nuk është vlerë konstante, por shtohet dhe pakohet. Jetëgjatësia dhe fundi i mirë janë rezultate të dashurisë. Dhe e katërta, dashuria nuk rre e fshehur. Pse i kena marrë këto? Çfarë më menja? A janë këto thjesht me bë një renditje të ligjëratës? Këto 4 boshte janë për marrë një pyetje që na duhet për reflektim sonte. A e kena për një me dashnin për Allahun? A e kena për një me? E dyta. A e synon shtimin e dashnisë për Allahun? E treta. A do përherë me dasht Allahun edhe me dek me dashni për Allahun edhe murin gjallë për dashnin me Allahun edhe kur dalmi për Allahut me gjithë rezultatin kësaj dashnijës? Atëherë do të me qitë ashiqare që këtë dashni. Qysh e qes me ashiqare? Me vëmendjen tonë edhe jetësimin e që në shkaqe që i ka përmeni Ibn Qayyim rahimahullah. Më në pisonti, inshallah, kena me morë shumë seriozisht çdo shkak që kena me përmend tutje, inshallah, mirë po me një kusht. Edhe kisha pas dëshirë me ixhma krejt që ta me realizu. Jo mu besatu me deklarat, në zemër me pas besatimin. Cili është ai besatim?
për çdo shkak që ku më mësu për 10 shkaqeve. Se çikat ashton dashnien për Allahun, unë prej sot bi'idhnillah kam pas pjesë tjetës deri sa ta dorëzoj shpirtin Allah subhanahu wa taala. Është shkak namazin natës 2 rekate kurs kom elon. Është shkak dhikri kurs kom elon. Kena mi përmend inshallah një nga një secilën. Mirë po, thjesht me reflektua, e kena punime? A e dojmë shtimin? A e do mi jetë gjatësinë që se dashni edhe me dek me këtë dashni? A e dhe qesë me shiqare. Qyshe qesë me shiqare? Me vëmendje, me kërshëri, me entuziazëm, me përkushtim, edhe me praktikim të këtyne këshilla që ne ka dhonë Ibn Qayyimi rahimullah, elus Allah subhana, me na shtu dashnijën për ta, edhe me na i mush zemrën me dashni për Allahun, me na i bëhet dashnijën për Allahun ilaçin e zemrës, me na i bëhet dashnijën për Allahun energjinë e jetës, me na i bëhet dashnijën për Allahun furnizimin më të madh për ditën e gjykimit, edhe me taku Allahun të kënaqet me neve, edhe na të kënaqet me Allahun. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.